Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Në emisionin radhës në emisionin Bolt. Garës për Kuvendin Komunal e Malishevë do të hyjë për herë të dytë drejtori Kastrati nga subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës për të diskutuar për punën 4 vjeçare në Kuvend, po ashtu edhe për garën. Në zgjedhjet e 12 tetorit kemi të ftuar drejtorin Kastratin nga subjekti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përshëndetje drejtor, faleminderit që gjatë kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje i nderuar. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na keni dhënë për të qenë sot këtu me juve. Tani, po thuaj se një mandat 4 vjeçar në Kuvend Komunal e keni bërë. Si do ta kishim përkufizuar punën 4 vjeçare në Kuvendin Komunal? Keni arritur pritjet e juaja si kandidat në vitin 2021 dhe keni realizuar ato që keni menduar para se të hyni në Kuvendin Komunal e Malishevë? Po, i falenderoj qytetarët e komunës Malishevës që më kanë dhënë besimin që para 4 vitesh të fitoj mandatin për të qenë antar në Asamblenë Komunale dhe të jem zë i tyre në Kuvend. Gjatë, me qenë se ka qenë mandati i parë imi ky 4 vjeçar, ka qenë një periudhë bukur interesante, me përgjegjësi, me specifikat e veta në përgjegjësi, sepse padyshim me diskutimet tona, me votat që ne kemi dhënë pro ose kundër vendimeve që çështjeve të ndryshme, kemi pasur ndikim të drejtë apo të tërthërt në ato vendime ku qytetarët janë afektuar në forma të ndryshme, qoftë për të mirë apo edhe për të keq. Gjatë këtij mandati, unë si antar i Kuvendit jam përpjekur që të jem i kujdesshëm në vendime, në ato vendime të cilat, sidomos në vendimet që kanë pasur ndikim pozitiv për gjithë qytetarët e komunës, kemi dhënë nga vetja ato më të mirën e mundshme. Kuvendi, normalisht edhe Kuvendit nivel vend dhe Kuvendit Kosovës, po edhe kuvendeve komunale ju duhen profesionistë, ju duhen intelektual, ju duhen njerëz të formuar. Ka pasur hapësirë drejtori Kastrati, si një intelektual, si një ekonomist, që të shpreh mendimet e tij, që të shpreh vizionin e tij për punën, interesat e komunitetit në komunën e Malishevës. Mundësia padyshim që është në Kuvend, sepse ne aty jemi të barabartë për të dhënë qëndrime, për të dhënë ide, vërejtjet tona, rekomandimet tona, dhe padyshim që ne kemi shfrytzuar të drejtën tonë dhe përgjegjësinë tonë që të jemi pro projekteve të cilat përfitues kanë qenë qytetarët, kemi qenë zë kritik për ato dobësi që kanë mund të jenë gjatë qeverisjes së ekzekutive gjatë këtyre 4 viteve. Kemi dhënë rekomandime, kemi dhënë këshilla se si duhet të përmirësohet ekzekutivi, kështu me radhë kemi gjetë kohën, kemi pasur të drejtën dhe shpresojmë dhe besojmë që ja kemi arritur ta themi atë më të mirën që edhe ta bëjmë më të mirën e mundshme gjatë këtij mandati. Në Kuvend hynë nga subjektet politike, kandidatet në momentin që hynë në Kuvend e përfaqësojnë të komunitetin të asaj komune apo të qytetarët e komunës Getras, komunës së Malishevës. Ka kryer punët si trup Kuvendi Komunal në Malishevë gjatë këtij 4 vjeçari. Po ikum nga aspekti personal, duke e parë në aspektin e përgjithshëm të punës 4 vjeçare të Kuvendit Komunal në Malishevë. Kuvendi ka kryer pjesën e saj, domthonë vendimet që kanë qenë në përgjegjësinë e saj i ka kryer asambleja. Janë votuar të gjitha ato projekt buxhetet, janë votuar vendimet në të mirë të qytetarëve, për shembull është votuar ndër të tjera dhe vendi se ku të ndërtohet nën stacioni i energjisë elektrike për komunën e Malishevës. Gjatë mandatit tonë domthonë është votuar, parcela është ndarë. Tani më jemi në pritje si komplet si komunë që të fillojnë edhe investimet për ndërtimin e këtij stacioni edhe të bëhet zgjidhje për qytetarët tanë me rrymë.
po ashtu kuvendi domon gjitha pjesë që ai kanë takuar nuk ka pasur ndonjë ngecje në vendimet kryesisht kanë marrur në kohë që është parashë edhe afati ligjor, buxheti, sidomos si ligj kryesor, ku merret vendimi se si të shpenzohen paratë e qytetarëve, kryesisht përveç vitit të parë që është votuar me vonesë për shkak se edhe na si kuvend kemi filluar punën në dhjetor të vitit, mas afatit të rregullt. Ka qenë një projekt buxhet që votu nga ana jonë për vitin 2022 pa flas. Edhe atëherë ka pasur një vonesë ligjore në atë aspektin, nuk është votuar në kohën e duhur që është prashë ligji. Përndryshe vite tjera projekt buxheti është votuar brenda afatit ligjor që prashë muaj shtator i vitit për vitin pasardhës. Po ashtu ne si kuvend kemi themeluar komisione për çështje të caktuara, komisione edhe të përhershme edhe për temat të veçanta. Unë mendoj që kuvendi në pjesën e saj më të madhe ka kryer punën e vet. Ka pas debate, ka pas diskutime të korrekte nga të gjithë kolegët, po nga të gjitha partitë politike. Padyshim se secili ka pas rastin të jep opinionin e vet, qoftë për mbështetje të këtyre projekteve, qoftë për kundërshtimet apo për vërejtjet eventuale të mundshme. Në përgjithësi, në 4 vitet nuk ka dalë jashtë kornizat që brenda kuvendit, nuk ka pas diçka që ka eskalu brenda kuvendit, diskutimet janë normale, pjesë e demokracisë, po ashtu ka pasur një bashkëqeverisje nisma lidhje demokratike dhe partitë opozitare që çdo gjë ka shkuar në këtë herë në bazë kornizave që është caktuar. Çfarë është që do të mbahet mend në këtë kohë të kësaj legjislature në kuvendin komunal këtu në Maleshe, edhe a keni arritur të përcjellni punën e ekzekutivit si kuvend, dhe a keni mundur që t'ju ofroni qytetarëve atë që kanë kërkuar besimin të kjo. Po flasim për 4 vjeçarin që po kalën. Po nuk po di të përmend si rast për të veçuar, sepse punimet në kuvend kryesisht kanë ndodhur në frymë normale, në diskutime normale, pa ndonjë ekces, të them kështu. Ka pas të gjithë kanë qenë konstruktiv në qëndrime, në qëndrimet e tyre. Edhe si ekzekutiv ka pas bashkëqeverisje mes partisë nisma dhe partisë tonë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne si subjekt politik gjatë kësaj pune jemi munduar me bën maksimumin e mundshëm, qoftë si anëtar të kuvendit, qoftë edhe drejtorët tanë që kemi pasur në kuvend, që ta bëjmë më të mirën e mundshme në kuadër të kompetencave që ne kemi pas. Ne si kuvend, si anëtar të kuvendit, padyshim që i kemi përkrahur kërkesat që na kanë ardhur nga ekzekutivi, të gjitha ato kërkesat që na i kena konsideruar të janë të dobishme për investime kapitale, për subvencionime të bujqve, për subvencionime të kategorive që janë të rrezikuara në aspektin social. Kemi dhënë të gjitha ato mundësitë që ekzekutivi të ketë duart e lira të punojë dhe të arrijë synimet e duhura, qëllimet që qytetarit jetë i përmbushur nga puna e komunës. Po padyshim që na, edhe unë personalisht, po edhe subjekti ynë politik, kemi pasur hepasere edhe vërejtjet tona për dështimet eventuale, sepse padyshim që ka pasur edhe momente kur ne e kemi dhënë vërejtjet tona edhe në kuvend, sidomos të pjesa e investimeve kapitale që kanë ndodhur edhe në qytet edhe në fshatra. Na si parti, si Lidhja Demokratike e Kosovës, çdo fillim vit kur është hartuar buxheti, drafti i buxhetit, kemi dhënë rekomandime dhe kemi dhënë sugjerime që një pjesë e investimeve të shkojë edhe nëpër fshatra, sepse banorët e fshatrave kanë të drejtë të përfitojnë nga investimet komunale si taksa pagus, që janë të barabartë, edhe ata kanë të drejtë dhe ka shumë fshatra që kanë ngelur ende pa rrugë, pa infrastrukturë e nevojshme, sidomos që janë rrugët, kanalizimet, po ashtu çështja e rrymës edhe ujit kanë qenë shqetësuese
gjatë një mandati për të gjithë ne edhe për qytetarët padyshim, është vërejtur dhe një mungesë e theksuar e rrymës edhe gjatë sezonës së ngrohtë, jo vetëm në kohën e ftohtë. Uji po ashtu i ka ato veçoritë e veta specifike të veta, dhe ne kemi dhënë domthonë ato kontributet tona, sidomos te ajo që e përmenda më herët, kemi votuar që parcela të ndahet për ndërtimin e kapaciteteve energjetike Malishevës, sepse siç e dim, legjislatura para nesh ka dështuar ta bëjë një gjë të tillë, edhe unë mendoj që një pjesë e fajit i takon edhe nivelit komunal, lokal, për shkak të mos koordinimit të atëhershëm që ka ndodhur nga pjesa ekzekutive dhe kuvendi i mëparshëm. Na si parti, si Lidhja Demokratike e Kosovës, për hir të qytetarëve kemi, po edhe parti tjera kanë qenë përkrahase. Në këtë rast nuk e kanë bojkotuar ose sabotu procesin e votimit, në këtë rast parcelës ku bëhet investimi. Për çështjet e ujit, që është problem bukur i madh, ne mendojmë se duhet edhe një menaxhim më i mirë edhe i kapaciteteve lokale, sidomos rrjeti mund të jetë i dobësuar ose i vjetërsuar, kapacitetet e rezervuarve, po ashtu duhet të rishikohen, kapacitetet e pompave të ujit, sepse në diskutimet në kuvend shpeshherë është hasur një mospetëshmëri rreth asaj se a duhet të përkrahet nga niveli qendror apo jo komuna për investimet në ujë. Padyshim se këtë problem, përmes gjithë këtë problem duhet të jap kontributin e vet edhe niveli qendror. Mirë po, unë mendoj edhe besoj se me një menaxhim më të mirë të kapaciteteve ekzistuese, sot e pak do të ishte përmirësuar situata e ujit, të shfrytëzoheshin burimet ekzistuese të ujit ato, mirë por për zgjidhje fatgjatë, për zgjidhje të mirëfillt, padyshim që komuna Malishevës ka nevojë për një mbështetje më të madhe financiare, po edhe profesionale nga niveli qendror. Drejtan, si do të kishe, apo si e keni parë punën e ekzekutivit? Keni qenë, e thatë edhe jo, në bashkëqeverisje si subjekt politik, Lidhja Demokratike e Kosovës me nismën social-demokrate, si asamblesë, si e ke pa efikasitetin e punës së kryetarit të komunës dhe kabinetit e tij në këtë 4 vjeçar? Sepse ndoshta më shumë se qytetari e sheh kur është brenda rrjedhave edhe brenda kuvendit komunal. Po unë personalisht e konsideroj që nuk është bërë puna më mirë e mundshme, sepse të gjitha mundësitë i ka pasur kryetari edhe varësit e tij nga drejtoritë përkatëse për të bërë punën më mirë. Sidomos vërejtjet tona që na i kena paraqitur edhe në kuvend gjatë seancave, por edhe në diskutime tjera, ne kemi pasur vërejtje sidomos te pjesa e drejtorisë së urbanizmit, sepse aty pjesa më e madhe e buxhetit ka shkuar përmes asaj drejtorie në investimet kapitale. Brenga jonë ka qenë ajo që e përmenda më herët, që fshatrat shumë pak janë prekur nga këto investime. I keni ngrit këtu shqetësime brenda kuvendit komunal, brenda partnerëve të koalicionit, ja keni thonë këtu që... Po, këto që është e domani kemi ngritur edhe në takimet që i kemi bërë në aspektin para seancave si subjekt politik. Mirë po, na si anëtar të kuvendit i kena ngritur këto shqetësime edhe në kuvend gjatë seancave që janë marrë, sidomos kur janë trajtuar raportet financiare, qoftë periudhave të ndryshme kohore, sidomos raportet vjetore ku janë trajtuar, sepse në kuvend shërtohen edhe debatohen raportet financiare që kryetari për çdo veti i sjell në kuvend për shërtim, po ashtu edhe gjatë diskutimeve që na kena pas në lidhje me raportet e auditorit të përgjithshëm, auditorit të jashtëm. Domethënë përveç që na e kemi pa edhe në teren, por edhe e kemi pa ngecjet apo të themi menaxhimin jo të duhur të buxhetit, ato do të tingëllonin politike sikur ti thoshim na sot, mirë po këto vërejtje, këto shqetësime i ka evidencuar në raportin e auditimit edhe auditorit i përgjithshëm. Do më shqetësuese mënyra se si janë shpenzuar fondet, është shqetësuese, pa u përfillur procedurat ligjore, pa u përfillur afatet, po ashtu ka pasur edhe
do në shfrytëzim të mjeteve nga linjat buxhetore për projekte të tjera, janë shfrytzuar për një projekt tjetër, ka munguar në një farë mënyrë edhe transparenca, sepse nga shumë anëtarë të kuvendit është kërkuar her pas here të dihet sakt kostoja e investimeve në qytet, rreth sheshit dhe nënkalimit dhe parkingut. Mi pas njëherë nuk është sjellur një raport i detajuar për të qenë transparent edhe para nesh si anëtarë të kuvendit, por edhe para qytetarëve. Ne nuk e kemi pasur ndonjë raport të qartë se sa ka arritur kostoja deri tani, sa është e kaluar, sepse në paralogritjet që janë bërë në fillim, që janë prezantuar në fillim, ka qenë një kosto jo aq e lartë sa ka ndodhur në realitet. Po ashtu në kërkesat tona për të na raportuar se cilat rrugë nëpër fshatra janë asfaltuar, sepse një pjesë jo vogël e buxhetit ka qenë orientuar dhe votuar në kuvend me insistimin tonë si Liga Demokratike e Kosovës, që edhe fshatrat mos mbesin jashtë investimeve kapitale në këtë periudhë. Fatkeqësisht ka qenë një transparencë jo plot, dhe këtë po e ritheksoj e ka përmendur edhe auditori i përgjithshëm në raportin e tij të vitit për vitin 2023, po ashtu edhe për vitin 2024. Në garë për zgjedhjet lokale 12 tetor 2025, Lidhja Demokratike e Kosovës garan për krah kryetarit Fatmira Devoj, edhe me një listë asamblezë në kuadër të saj. Ju kërkoni besimin e qytetarëve. Çfarë ju shtyni që të vazhdoni të kërkoni besimin për herë të dytë për të hyrë në kuvendin komunal? Me thënë të drejtën, qytetarët e Malishevës në përgjithësi kanë nevojë për figura që janë të përgatitur profesionalisht, që janë të dëshmuar në punën e tyre në shumë fusha, sidomos unë si ekonomist, edhe besimi që më ka dhënë para 4 vitesh, përveç që më ka dhënë energji pozitive, më ka dhënë edhe përshtytje që të jem edhe më tepër i përkushtuar, të jap kontributin tim në lidhur me çështjet që i përmendëm edhe më herët, të marrja vendimeve, të jap kontributin profesional, të mbikëqyrja e jonë si kuvend, sepse ne përveç që kemi rolin të marrim vendime, kemi edhe rolin tjetër mbikëqyrës, këshillues, rekomandues e kështu me radhë. Domethënë me atë potencialin tim, me përvojën time shumë vjeçare që e kam sidomos në fushën e ekonomisë, e kam pa të nevojshme dhe të udhës që të jem edhe një ofertë që qytetarët tanë ta kanë të drejtën për të zgjedhur kuadra profesional që punojnë edhe në aspektin profesional, po edhe me nder dhe me përgjegjësi të plotë. Jeni ekonomist, po ashtu e keni edhe një listë sa është reprezentative, kjo listë e Lidhjes Demokratike e Kosovës për kuvend komunal, edhe ai duhet kuvendit komunal, njerëz të profesioneve të ndryshme, e posaçërisht fushës ekonomisë. Lista e LDK-s është, mendoj, prej listave më të mira që ka Komuna Malishevës. Në përmbajtjen e saj ka emra që janë të dëshmuar për shumë vite. Një pjesë e anëtarëve që janë në listë të kandidatëve kanë qenë edhe pjesë në legjislaturat e kaluara dhe kanë dhënë kontribut të mirë për asamblenë, për qytetarët e Malishevës. Edhe mendoj që është njëra prej listave që përmban emra të gjitha profileve, edhe i duhet, sepse një ekip sikur që ka Lidhja Demokratike e Kosovës do të kryente punën më të mirë të mundshme do ta bënte me ekipin e saj që ka në listë. Cilat janë shtyllat kryesore të programit, planit zgjedhor, programet që paraqet para qytetarëve, Lidhja Demokratike e Kosovës, ku do të fokusohet më shumë, në veçantë ju si asamblesë? Po prezantimin kryesor të programit të qeverisës padyshim që e bën kryetari, kandidati për kryetari i partisë. Më shumë do të isha ndalur te pjesa e programit që kryetari ka përfshi te pjesa e ekonomisë. Edhe falenderoj kryetarin që njëra prej pjesëve të programit për ekonomi që është ai e ka përfshi në programin qeverisës për mandatin 4 vjeçar. Domthonë kam dhënë propozimin edhe më herët në kuvend komunal që bizneset komunale, bizneset që gravitojnë në komunën e Malishevës, të jenë të liruara nga taksa
komunale për aktivitetet ekonomike që i kanë. Sepse gjatë viteve të fundit, para disa vitesh ka qenë e hequr taksa komunale, mirë po këto vitet të fundit, 2-3 vitet të fundit, prapë është rikthy taksa komunale që ka të bëj me aktivitetet ekonomike të disa bizneseve. Domthonë nuk janë të ngarkuara me taksë të gjitha bizneset, por janë disa. Mirë po propozimi im dhe arsyetimi im që e kam bërë në atë kohë, tani më kryetari i partisë vetëm e ka përfrinë në pjesën programore, ka të bëjë domthonë me faljen, jo me faljen, por me lirimin nga taksa për veprimtari ekonomike. Domthonë të gjitha bizneset që punojnë në Malishevë janë që në vitin e parë do të lirohen nga taksa komunale. Po ashtu edhe në programin e qeverisjes për ekonomi, kryetari i partisë ka prezantuar edhe pjesën e mbështetjes që do të bëhet bizneseve fillestare, startupeve. Kjo do të kontribuonte, sidomos heqja e taksës dhe kjo pjesë e mbështetjes për bizneset fillestare do të përmirësonte frymën ekonomike në komunën e Malishevës, sepse jo pak biznese janë, të them, kanë pasur vështirësi gjatë viteve të fundit për shkak të punimeve që kanë ndodhur në qytet. Shumë rrugë kanë qenë të jo mirëmbajtura mirë, por ashtu të paqashme për qytetarët, dhe pikërisht këto biznese e kanë ndjerë domthonë barrën e këtyre investimeve duke i dëmtuar ato në aspektin e tyreve dhe të bërë biznes. Edhe një mbështetje që do t'i bëhej në këtë aspekt, ato do të lehtësonte punën e tyre në këtë aspekt. Do të padyshim që heqja e taksës për bizneset do ta përmirësonte edhe perceptimin për hapjet bizneseve, për operimin e bizneseve, si edhe mbështetja financiare me subvencionim të bizneseve të reja që do të themeloheshin eventualisht, do ta përmirësonte po ashtu biznesin, do të nxeste hapjen e vendeve të reja të punës për 3 tanë që presin për të punësuar. Ikja masive që ka ndodhur në tërë Kosovën, veçanërisht në trevën e Malishevës, për në Margem, e ka një efekt jo të mirë, e ka dëmet e saj, sepse shtresa apo kategoria më vitale e shoqërisë, ajo që është afër punë, po e braktisin në vendin. So do të mund të jeni zë i fuqishëm dhe këmbgulës në arritjen e këtyre që po thoni, ose në kuadër të fitores së zgjedhjeve nga lidhjet demokratike, ose në kuadër të kuvendit komunal. Sot do të përfaqëson këtu dhe sot do të jetë këmbgulës në zbatimin apo në kërkesat e juja në bos peshës politike që do të fitoni me 12 tetor, që drejtori kastrati dhe subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës të qenë përpara këtu, të cilat janë si premtime zgjedhore para qytetarët. Këto çështjet e lirimit nga taksa komunale që e përmendëm, unë e kam propozuar edhe në kuvend para 2 vitesh. Mirë po në atë kohë nuk ka gjetë përkrajën e mjaftueshme, ndoshta unë kam befasu pak fakti që nuk e kanë mbështetë edhe disa kolegë të partive të tjera që nuk kanë qenë pushtet. Megjithëse unë kam arsyetuar në atë kohë pse duhet hiqet taksa si profesionist i fushës. Unë nuk e di, ndoshta dikush se ka kuptuar drejt çka ka të bëjë me, nuk e kanë kuptuar mirë për shkak se nuk kanë profilit ekonomik, apo edhe çështje programore të partive tjera, mirë po me thënë drejtën unë kam qenë i shqetësuar që një propozim të atëhershëm që unë kam bërë që të lirohen nga taksat komunale të gjitha bizneset, nuk e ka gjetë përkrajën e mjaftueshme në atë kohë. Te votimi për gjoba, taksa dhe ndalesa. Domethënë është rregulloria komunale për taksa, ndalesa dhe gjoba, ku unë kam propozuar këtë pjesën, nuk ka gjetë përkraje as nga partitë që kanë qenë pjesë e pushtetit, mi po tash si pjesë programore na veç e kemi si parti, edhe nëse LDK-ja merr pushtetin, padyshim që ajo do të implementohet, nuk do të hezitojmë të jemi kërkues pavarësisht asaj që kjo të implementohet sido që të jetë, sepse taksat komunale vetëm se janë të tejkaluara tani më, sepse bizneset paguajnë tatimet. Taksa është diçka tjetër, që ka të bëjë me, është një tarifë që paguhet sidomos në aspektin konceptual, po e them. Taksa komunale paguhet kur një biznes kërkon një shërbim nga komuna,
edhe si kundërvlerë atij shërbimi që komuna ja jep, biznesi paguan taksën, edhe komuna ja jep dokumentin apo certifikatën që e ka kërkuar. Në këtë rast, kohën tash, domthonë taksa i ngarkohet vetëm kështu si paushall, pse domthonë pe ushtron aktivitetin edhe duhet të paguash to pa kërkesën e biznesit. Sepse në rastet kur bizneset kërkojnë ndonjë pajisje me dokumentacion ose ndonjë po ashtu edhe qytetarët kërkojnë ndonjë certifikat ose diçka, ata paguajnë taksën. Mirë, jo biznesit ti kërkohet taks edhe kur ata nuk kanë nevojë për ndonjë shërbim shtesë, vetëm se ata operojnë. Për faktin që ata operojnë në aspektin ekonomik, ata paguajnë tatimet që ju takojnë, tatimet shtetërore që ju takojnë, janë disa lloje tatimeve, edhe ata i paguajnë. Ndërsa taksa komunale, përveç që i ngarkon ata, është edhe pa nevojshme, edhe mekanizmat për inkasim dhe mekanizmat për vendosjen e kësaj takse niveli komunal nuk i ka të mjaftueshme. Kështu që propozimi më ka qenë atëherë dhe tash e kemi program që kjo taksë të hiqet fare plotësisht. Kemi hyrë pothuajse në 10 ditësh në fundit të fushatës zgjedhore. Çfarë ka karakterizuar fushatën zgjedhore nga komuna që vini edhe cila ka qenë puna në aktivitet për të marrur besimin e qytetarëve. Si po shihni garën zgjedhore me subjekteve politike, ku është një garë, ta themi që shpeshherë kalen edhe brenda llojit të subjekte politike për faktin që votohet vetëm një kandidat. Si kanë shkuar këtu 20 ditë fushatë dhe cila është ajo që presni? Fushata është duke ndodhur ende, nuk ka diçka për ta veçuar në atë kuptimin sepse nuk ka ndodhur ndonjë incident që unë e kam pasur diçka, secili e ka të drejtën e kërkimit të votës, qoftë për kryetarin, qoftë për kandidat për asambli. Sidomos gara për asambli është një garë shumë e ngushtë që e përmend edhe brenda llojit normalisht që secili kërkon votë për vete. Mirë, po rregullat janë të qarta. Secili duhet të kërkojë votë besimi nga qytetarët duke ofruar alternativën e tij. Asnjëherë nuk do duhej që kërkimi i votës të shoqërohej me etiketime apo shpifje apo ku ta dion për kandidatë të tjerë, qoftë për subjektet që i takon apo të tjerëve. Domosë secili kandidat për asambli në këtë rast duhet të kërkojë votën nga qytetarët në mënyrë të qetë me prezantimin e platformës së tij, orientimit të tij, premtimeve të tij që i ka që të jetë edhe zë edhe jo vetëm zë i kërkesa, por edhe që do t'i prezantojë ato shqetësimet e qytetarëve në termen, sepse këtu kemi të bëjmë edhe me kërkesa, por edhe pastaj edhe me shqetësime. Domthonë, mbikëqyrja që na do ta bënim në planin që kemi për kuvend, domthonë fillimisht shqetësimet adresohen, pastaj kritikat banë kur nuk realizohen synimet, si dhe vërejtjet tona, po ashtu edhe rekomandimet për një funksionim sa më të mirë të kuvendit, të ekzekutivit sidomos. Edhe për fund, drejtor, cilat janë pritjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje lokale, sa asamblesë synoni të merrni si subjekt politik dhe nga aspekti juaj personal, a mendoni që i keni mbajtur afër votuesit e vitit 2021, apo e keni rritur për krahun edhe atyre që nuk ju kanë votuar dhe të fitoni besimin tash më të gjerë? Synimet tona padyshim që janë që partia jonë të ketë rritje në këto zgjedhje. Ne si profesorës e kemi dëshmuar një kontribut të mirë dhe kemi qenë konstruktiv. Shumica prej kemi qenë konstruktiv në mandatin tonë. Se sa ja kemi arritur qëllimit është pak a shumë relative, sepse ato vlerësojnë qytetarët. Padyshim që në politikë nuk është që askush nuk ka ndonjë dorë magjike për t'i zgjidhur të gjitha problemet, sepse hallet dhe problemet janë të panumërta, të pakufizuara, ndërsa mundësitë shpeshherë janë të limituara. Megjithatë, qytetarët do duhet ta vlerësonin drejt
angazhimin e sinqert të secilit, angazhimin korrekt, edhe në situatat e mundësive që ne kemi pasur gjatë punës tonë, e kemi dhënë maksimumin e mundshëm që të bëjmë zgjidhjet më të mira të mundshme. Por prapë së prapë ne kërkojmë besimin nga qytetarët, mirë po besimi është diçka personale, është diçka specifike dhe secili qytetar do ta hedhë votën për atë që beson që e ka kryer apo do ta kryejë punën e tij më së miri në përfaqësim. Cilat janë pritjet sa asamblesë mendojnë që Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë tani në Kuvendin Komunal? Po duke pasur parasysh listën tonë, që është një listë me emra eminent, që kanë dhënë kontribut edhe në të kaluarën edhe në tashmen, por që edhe plus ka dhe emra që janë gjenerat të re dhe që premtojnë, secili ka të bagazhin e vet profesional në fushën e vet, e regjin. Unë mendoj që do ta ketë një rritje. Nuk po du me përmend ndoshta numra sepse si jam mjedhtar i dhalës mirë, po unë besoj që duke bazuar në listën, duke bazuar në programin qeverisës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në rolin e saj historikisht, po edhe së fundmi, mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do ta ketë një rritje. Edhe Malishevës i duhet një rikthim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse mendojmë se Lidhja Demokratike e Kosovës e ka edhe orientimin edhe programin edhe kuadrat më të mirë të mundshëm Malishevë. Lider, përndej që ishe pjesë e televizionit Abria, ju urojmë sukses dhe ju prit të mbarë në këtë garë zgjedhore. Faleminderit të juve i nderuar. Përshëndetje për gjithë qytetarët e Malishevës. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.